Lumi B është një prej emrave më të njohur të muzikës hip-hop në trojë shqiptare. E nëse karriera e tij muzikore duket se ka ecur shumë mirë, nuk mund të themi të njëjtën gjë për jetën e tij private dhe familjen. Lumi B është i martuar me Mirandën dhe çifti janë prindër të 2 fëmijëve. Para disa kohësh, burime pranë çiftit bë me dije se ai kishte problem me bashkëshorten dhe për këtë arsye iku nga shtëpia dhe shkoi për të jetuar tek prindrit e tij. Por disa ditë më pas, duket se ato i rregulluan marrëdhëniet dhe bashkëshortja e reperit publikoi një video me Lumin në krevat, ku la të kuptohet se çdo gjë tashmë po shkonte shumë mirë. Por me sa duket, periudha paqes nuk zgjati shumë dhe tashmë çifti, prindër të 2 djemve, duket se po shkojnë drejt divorcit përfundimtar. Martesa e tyre ka marrë fund dhe si shenjë hakmarrje, Lumi e ka hequr nga rrjetet sociale bashkëshorten dhe të gjitha fotot që ka pasur me të. Çifti nuk e ndjekin më në rrjetet sociale njëri tjetrin. Burime pranë çiftit shprehen se Lumi nuk po gjente dot mënyrën e komunikimit me bashkëshorten, sepse shpesh ajo ngrinte zërin më shumë se ai në diskutime dhe nuk hapte rrugë në asnjë mënyrë. Mungesa e komunikimit dhe kokforcia e çuan çiftin drejt ndarjes. Mes miqve të tij, Lumi është shprehur se në këtë situatë i vjen më shumë keq për fëmijët, sepse ato nuk e meritojnë të rriten me prindër të ndarë. Por Miranda nuk i la asnjë rrugë tjetër veprimi përveç ndarjes, është shprehur reperi teksa po e vuan së shumti këtë situatë të vështirë familjare.